Për herë të parë, Orkestra e Filharmonisë së Kosovës ka ngjitur në skenën e teatrit Andon Zaku Çajupi një koncert të veçantë, duke sjellë në qytetin e serenatave tingujt e muzikës klasike, shqiptare dhe botërore. Në drejtimin e dirigjentit Baki Jashari, orkestra interpretoi një repertor të pasur artistik, ku nuk munguan veprat e kompozitorëve shqiptar, të cilët u pritën me duar trokitje nga publiku korçar. Shumica, po themi, absolute e Filharmonisë, anëtarëve të kësaj orkestre jemi për herë të parë këtu në Korçë, dhe unë jam për herë të parë në Korçë. Dhe ky ishte një emocion i veçantë që po vijmë në një qytet të madh kulturor të Shqipërisë, që gjithë shqiptarisë themi, me gjitha histori që ka, dhe natyrisht kishim emocion të prezantojmë një program enkas të përgatitur për publikun korçar. Edhe violinistja dhe solistja e njohur si Hana Badivuku u shprehë emocionuar për performancën në Korçë, duke theksuar se publiku korçar është ndër më të kulturuarit dhe më kërkuesit për muzikën klasike. Në një anë unë dhe është emocione, në anën tjetër publiku aq i ngroft i Korçës, që unë e di sa e keni një publik jo vetëm ardashës, po muzikal, sepse Korça është me traditë shumë të lashtë e të lartë muzikore. Këtë e di prej disa artistëve që bashkëpunoj unë, edhe me një festival që udhëheq në Kosovë. E themeluar në vitin 2000, pas luftës në Kosovë, Orkestra e Filharmonisë së Kosovës është ndëruar në një nga institucionet më të rëndësishme të muzikës klasike shqiptare në rajon. Përgjatë viteve ajo ka përfaqësuar kulturën shqiptare në skena prestigjioze europiane, si në Vatikan, Paris, Rom dhe Bern, duke e bashkëpunuar me artistë dhe dirigjent të njohur ndërkombëtar. Koncerti në Korçë u mirëprit nga ardashësit dhe u konsiderua si një urë kulturore mes Shqipërisë dhe Kosovës përmes gjuhës universale të muzikës.